Shërbimi emergjencës, po vim me njëherë. Është koha për veprim! Right beyond the water upon the land lies a pretty city, small but grand, full of fun adventures every day, and lots of friends who like to play. But it won't take so long until something goes wrong. It's time for heroes, call the heroes, see these heroes on their way. Fiona puts out every fire soon. Polly's car looks out for clues. For calamity crawling past her castle, his troubles though won't ever end. 'Cause when things go so wrong, our heroes are strong. It's time for heroes, call the heroes, see these heroes on their way. Heronjt e qytetit. Kamioni për bindës. Reklamat, Kera, janë çelësi i shitjeve të mëdha. Çfarë janë reklamat të Tobeti? Diçka që i bën klientët të futen brenda, si banderola, tabela dhe biskuta falas. Oh, mos, kam harruar që të marr tullumbacet. Kera, a mund të rish këtu dhe të mos i lësh Zoq të më hanë biskotat? Duhet të shkoj 5 minuta te dyqani i artikujve festiv. Dakord? Dakord, për thjesht po mendoja se ti nuk do ta kishe problem se kur unë të provoja vetëm një biskot? Më fal, zemër, por këto biskota janë vetëm për klientët. Por do të bëj të tjera për ty më vonë. Më premto se do t'i ruash ato. Të premtoj. Hej, ti zog, mos i prek biskotat. Nuk mund t'i vëfaj ati, ka një aromë të mirë. Nuk besoj se do t'jetë problem, sa t'ja provoj pak shien. Sa të shishme që janë. Që nganë shumë biskota, nuk do të bëjnë ndonjë hata e madhe, po të mungon të vetëm një. Ose 2, ose 3. Oh jo, mbaruan të gjitha. Tani te Tobeti do të mërzitet shumë me mua. I mora tullumbacet? Faleminderit që mi ruajt e bi... Çfarë? Kera, oh, si ndodhi kjo? Nuk e para unë, i mori dikush. Kush ishte ky dikushi? Nuk ishte dikush që e njohim, ishte një i panjohur. Një makinë golfi, me një zë të frikshëm. Kush ishte ky i panjohuri? Kera thot se një i panjohur i vodhi biskotat asaj. Ai Kafsha. Kush është Kafsha? I panjohuri i frikshëm. Makinat e golfit zakonisht nuk janë të frikshme, Kera. Kjo ishte një makinë golfi shumë e madhe. E po, sa e madhe? Shumë e madhe, si kamion. Çfarë tha vajza e vogël? Një kamion i madh e kërcënoi ato. E frikshme. Ke të drejtë, një kamion për bindësh. A mund ta imagjinoni dot? Një përbindësh i vërtetë kush e di sa i në qytetin tonë? Jo, më dëgjoni. Ky është një rast urgjent. Po i telefonoj shërbimit të emergjencës. Shërbimi emergjencës? Po? Oh, ju kuptoj. Me njëherë pa tjetër. Ka ndodhur një vjedhje tek dyqani luleve të Betit. Atëherë bëjmë mirë të nxitojmë, Poli, sepse është koha për veprim! Më dëgjoni këtu, qetësoni të gjithë. Çfarë ka ndodhur? Një kamion i madh i kuq si përbindësh në mëngjes ka vjedhur biskotat që ruante Kera. A është e vërtet kjo, Kera? Po, ai kishte drita të verdha që shkëlqenin dhe flaka që i dilte nga marmita. Ush! Unë i thash që të mos i prekte biskotat, por ai iku dhe më shtyu. Sa i keq, i tmerrshëm. Kera, i e treguar shumë guximtare që i bëre balla atij keqbërësit.
Wow, unë jam një heroin. Unë them që t'i bëjmë të gjithë syt 4 për këtë shkelës. Nëse e shikoni atë, lajmëroni me njëherë shërbimin e emergjencës. Po, kështu Zemër, ndjehem shumë keq që të lash të përballesh me ato përbindësh. Jam shumë e lumtur që je mirë. Mua. Sa keq që unë i bëra të gjithë të shqetësohen nga ai përbindshi, por nuk i tregoj dot tetës për atë që bëra. Jam shumë e sigurt që do ta harrojnë së shpejti. Po, ti e di mirë atë historinë e fundit. Ishte një kamion i madh, një përbindësh i vërtet. Ai kishte trembur të gjithë. Unë e pash atë, ai po kalonte. A ka parë ndonjëri një kamion përbindësh? Ende asnjë lajm, Beti. Edhe këtu, asgjë. Imagjinoni një makinë e çmendur që lëviz nëpër qytet, duke pritur të glaboroj ëmbëlsirat e qytetit. Duhet t'i bëjmë dritat 4 për këtë të poshtër. Mirë? E shikon, Beni është gati për këtë hajdut, me një tort të squllët për t'i bërë një reng që nuk do ta harroj kurrë. Është ai! Kjo ishte shija ime e preferuar dhe më erdhi drejt te në gojë. Miq, ky kamion përbindësh na ka trembur aq shumë sa që ne po sulmojmë njëri tjetrin. Prandaj për hir të sigurisë, dua që zbulimin e këtij kamioni përbindësh të ma lini mua. Çfarë plani keni? Unë, Fiona dhe Dixi do të ngrem një kurs në dalje të qytetit për të kapur kamionin përbindësh. Shumë mirë. Derisa ta kapim këtë kamion përbindësh misterioz, ne këmbgulim që të gjithë të rini në shtëpi. Është e thellë sa duhet, Dixi? Poli, vendos mbulesën. Dhe tani, që ta sjellim atë kamion hajdut biskotash drejt kurthit ton, kemi një pjatë biskotash të shishme. Faleminderit, Dixi. Tani shko në shtëpi, ndërsa unë me Polin do të presim tek stacioni. Qetësi, ku kanë shkuar të gjithë? Çudi. Kur vjen i lodhur nga një punë, je shumë i uritur. Sa fat që kam. Ndim! Ndim! Kur do ta kuptojnë këta se nuk ekziston asnjë përbindësh? Ndim! A nuk e dëgjon asnjëri këtë? Më mirë të shkoj të shikoj. Ndim! Robi, çfarë? A je mirë? Jam gjithë balt. Është e të mërshme. Kush e hapi këtë vrin këtu? Kamioni përbindësh. Oh, Robi, më vjen shumë keq. Ky është i gjithë i faim. Dëgjo, unë po filloj të fundosem, prandaj të lutem kërkon ndihmë. Të lutem. E jeni shpejt, Robi ka rënë në grop dhe po fundoset. Kera, je vërtet trime që ke dal jashtë në këtë gjendje emergjence. Nuk jam trime, sepse nuk ka fare përbindësh. Unë e sajova të gjithë këtë gjë. Kera, Robi është në rrezik për shkak të gënjeshtrës tënde? E po, me këtë do të merremi më vonë, Kera. Por tani ne kemi punë për të bërë. Është koha për veprim! Jemi këtu, Robi. Tani lidhe këtë zorë rreth vetes. Unë jam gati këtu poshtë. Falë Zotit që erdhët kur duhej. Më mbaruan dhe biskotat. Le të kthehemi në qytet dhe ta pastrojmë të baltë të tmerrshme. Besoj se tashmë e kanë pasur dhe po e tuar. Më dëgjoni këtu, miq. Nuk ka asnjë përbindësh. Çfarë? Me të vërtetë? Jo, kush e besoj do tani? Mos ke diçka që duhet t'ua tregosh të gjithëve, Kera? Në rregull, dëgjoni. Unë e trellova përbindësin që Teto Beti të mos zemëroj me mua për biskotat. Unë them se të gjithë kemi gënjur nga njëherë. Unë një herë e hëngra të gjithë akulloren dhe fajin ja hodha vëllait. Po, edhe unë një herë e bëra shtëpinë me balt dhe thash se e bëri qeni. Edhe pse e keni bërë, përsëri është e gabuar që të gënjesh, sepse gënjeshtra është si zjarri, shtohet gjithmonë më shumë derisa del jashtë kontrollit. Më vjen shumë keq që ju tremba të gjithëve. Unë premtoj se nuk do t'ju gënjej më kurrë juve. Jam shumë krenare për ty që na tregove të vërtetën, Kera. Edhe unë jam e lumtur që ai kamioni i tmerrshëm nuk ishte i vërtetë.
unë kam një gjë tjetër për të thënë. Mos harroni të kaloni nga dyqani luleve të Teto Betit sot. Sepse uljet e mëdha janë reale. Do të vim Fiona, nuk e dia është e drejtë, por historia me përbindja e Keras mund të ketë qenë reklama më e mirë që ka patur Beti. Mirë se të vini.